Kam përshtypjen që ky është emision që kemi lëvizur më shumë dhe Kartolina që nuk kanë mbetur vetëm në Shkodër, por ishim në Mjet, ishim në Malësi të Madhe deri në Koplik, po dhe më larg do shkojmë në njësinë administrative Kelmend. Atje do na çojë sofra e Kelmendit, është një traditë shumë e bukur. Unë do ta konsideroja ndër sofrat më origjinale, më të veçanta që organizojnë në të gjithë Shqipërinë. Për faktin se nëse sofrat e tjera krijojnë atmosferë, alegrinë, ftojnë këngëtarët më të njohur, kanë anën komerciale të tyre, në thelb të kësaj sofre është Jehona Kelmendi, shoqëria kulturore Jehona Kelmendit, ku ti ke një shfaqje artistike të mirëfillt, bazuar në traditat e zonës, ku shikon një grup artistik të veshur, vajzat me xhubleta dhe djemt me çakshir, që ke instrumentist që i bashkon bashkë shoqëri kulturore dhe fillimisht do doja të ndaja, pasi ne kemi disa kartolina nga sofra e Kelmendit, të ndaja të parën me këtë shoqëri kulturore artistike. Jam habitur këtë vit sepse kisha përshtypjen që emigrimi, largimet, në kërkim të një jete më të mirë e varfërojnë grupin për një jetë më të mirë, se ndoshta se gjejnë burimin e jetesës në Kelmend, por kësaj radhe gjitha më shumë se të gjitha vitet e tjera dhe më duk një shpresë shumë e mirë për Jehonën e Kelmendit. Sa bukur. Ndjekim Kartolinën. Për të gjithë teleshikuesit nuk ka më bukur se sa kjo kartolinë që është krijuar me të gjithë artistët, nga të rriturit deri tek më të vegjëlit. Dhe ajo që më bën përshtypje këtë vit Dila është se nëse kemi gjetur një grup të reduktuar, more pas ka më shumë. Në fund të 2025 pas ka më shumë artistë. Kur mos është rroft zona e Kelmendit. Inshallah Breznia vazhdon, e rritet, e zhvillohet edhe vazhdon trashëgiminë kulturore në zonë të Kelmendit. Bravo, të qoftë që i mbledh dhe i mban të gjithë të bashkuar. Kush është më e vogla? Se duam të dim më e vogla kush është posa të vegjël. Kjo vajza këtu? Sa vjeçë je? Sot. 7 vjeçë. Pastaj kemi 8, 9, jemi te zotëria atje që kanë mbetur që do na kënaqë sot me atë vallën e logut, ë? Do kërcej sot apo jo? Sot nuk e ka të. Sot ai do të bëjnë instrumentalen me fyll. Sepse i bjen fyllit në mënyrë shkëlqyeshme. A ka të tjerë artistë që të krijojmë atë përshtypjen të gjithë teleshikuesit sa jemi neve në shoqatën? E zgjedh grupi nuk ka ardha la, sepse nuk kanë ardhur disa vallëtar, nuk ka ardhur lahutari. Do vinë apo nuk kanë? Do të vinë, por nuk kanë më rinja la, do të vinë lahutari. Jemi një orë përpara. Kemi pa patjetër, kemi prap grup. Është një numër bajagi i madh prej afër 16-17 vjeç. Okej. Të vajzat e ishme kur kemi ardhur kemi gjetur kështu si imcake, tani janë plotësuar, janë bërë si ato vajzat e ishme të Kelmendit, ë? Po nuk e di tani. Mashallah nuk jo. A ke fituar ndonjëherë ti te Misi? Po ti tjetra ke fituar ndonjëherë te Misi? Kam marrë pjesë. S'ke marrë pjesë, nuk keni konkuru, po ti ishi këtu. Hajde bashko, erdhi grupi, hajde, afroni këtu. Si është emri jot? Armanda. Armanda, ku je nxënëse? E kam marrë shkollën e mesme. Po, dhe ku je aktualisht, ku banon? Tamare. Në Tamar, ti jeton në Tamar. Po. Jetohet në Tamar, tani në dimër. Po. A bëhet 2 metra bora? Jo, ma nalt po, por gjithsesi turizmi është i avancuar, fantastik. Dhe me që jemi te Bora, unë erdha këtu dhe thash do t'jetë ftoftë atje dhe thash mos jam veshur holl. Unë i hoq që ja shikoj me xhaket lehtë, kam marrë këtu se thonë që shtot në Tamar. Duhet më ardhe tani. Më ka ardhur një humorist në zonë të Kelmendit që ka bën humor qyshën në moshën 3-14 vjeçë. Dhe unë e kam shumë për shef që e kam pas rastin në këto 2 evente me ftua dhe shpumin. Okej, hajde zoti Lesh këtu. Si zot të ri, që ka vesh Leshi, ku banon më Lesh? Tash një unë gjeshën, s'kam ne sysh se kam le, sysh 3 vjeçë deri tash. Po dakord, okej. Herë mirë, herë keq. Po zotni ke vesh. Po tash do të fie, tash jem bë ples do të po vesh i fie. Zhela do të thëj. Shumë me çakshiri veshur si zotria më herë. Po, jem po. Mirë, të shkojnë? Apo më shumë kështu? Po zoti më thon drejtën, vetëm defektin ton jetën njëto e kam pas. Asgjë nuk më shkon. Pas syr s'kam lanë. Fajsum kanë po defekti tonë thonë. Ashtu, defekti tash. Hudra, sa hudra ke në xhep mor zotni? Hudrat nuk i moj se jam me tension tult. Okej, kështu që nuk i konsumojmë fare. Sheqerin do ta kesh patjetër. Unë kam nis aktivitetën që ishën klas 5 me këtë aktore. Sot jam afër 60 vjetorit.
Se kjo nuk e din. Qa ke bë, ti ku ke qënë ti, u bëre 60 vjeç, qa ke bërë në sken për këtë periudhë? Ka unë po koves për të kaluam. Për të kaluar? Ka marrë pjesë rrallë me pikatore. Me pikatore? Po, për asyrin atë nërshme. Ka marrë pjesën lëgvishve kur e ka organizu Dilvaçi. Ka marrë pjesën lëgvishve dhe kemë bëhu mërë bashkë. Ja sa më rinje dhe këngëtari Besnik Pepushi, që është atmosfera, që është atmosfera e dyzenit në zonën e Kelmenit. Mirë se keni ardhur Kozeta. Faleminderit Mrs. Edila për ftesën. Kam shumë qejf, dëshirë që ju shikoj të gjithë dhe bashkë, atmosferën patjetër do e krijosh me ato këngët e tua ritmike, kanë filluar të kërcen, janë përhapur, janë bërë hit te kjo zona këtu. Kur vendosen aty, kur shohim Besnikun, pjesa e Tamarës kur ka festa, plot edhe rinia kërcen në ritmet aty të këngëve. Faleminderit Kozeta, po edhe unë jam shumë i kënaqur që në Kelmen po organizohen festa. Edhe tjera, evenimente tjera, por është diçka, sofra e Kelmenit e shef vetë se ne na mbledh tamam me tradit, me veshje kombëtare, qyre brazi i ri. Kjo sofra më origjinale, më e veçantë që bëhet në gjithë Shqipërinë. Është e vërtet, Çfarë bën të veçantë? I numërojmë një çik vlerat e kësaj sofre një herë. Kjo ka vlera shumë se për shembull është një diçka që fillojmë me lahutën, domethënë është një diçka shumë e veçantë që ka lajmin e mirë që lahuta po pranuan. Edhe dhe që lahuta është tamam e malësisë malle, edhe është tamam e këtyre bjeshve të Kelmenit. Këto ku bëhet harta, fillon prej majit vërmoshit aty e lahuta. Edhe vjen kënej poshtë. Masanena janë gjitha këto tradita tjera, veshja kombëtare, xhubleta, dieta. Këngët tipike, entuziazmi njerëzve, humori pikant i zotërisë që rikthehet prapë në shfaqjet e sofrës. Po tani do përpisna, po çdo gjë që e lën edhe lën. Jo, mos e thuaj atë, kështu gjithë kjo energji pozitive që vjen këtu. Energjia është pozitive gjatë çfarë më bën kur na ikin kjo dhe sa vjet dënë më mojti kët. Tani a do i unë se radhe pa mësu vallën e logut, si thoni ju, mos jo me xhublet. Vallën e logut se tana vallat e Shqipnisit. Dila akoma me xhublet, po presit vishem. Po vallën e logut sot nuk i ki pa mësuar. Okej. Dakor? Do ta mësosh pa ti. Do bëjmë prova sot. Gëzuar një vit sa më i mbar, kështu gjithmonë e bashkuar shoqata jona e Kelmenit edhe sa më shumë shfaqje, jo vetëm në zonën e Kelmenit, por edhe jashtë kufive shqiptare atje ku mirëpriteni gjithmonë, sidomos edhe te vëllezërit tanë në Maltëzi apo në Kosovë. Kosovë, në Rrugovë që kem, sot e thash edhe një herë, e kem surprizë ardhjen e tyre në zonën e Kelmenit. E kanë bë bashkë si burrat që kanë ardhur. Bashkë si burrat me linjën e tyre, me dëshirën e tyre, me vullnetin e madh tyre mu bashku me ne kësaj. Faleminderit, gëzuar gjithëve, gëzuar. Gëzuar Kozeta, gëzuar edhe ti. Gëzuar.